Do të flasim për mirënjohjen. Mirënjohja është vërtet shumë e rëndësishme në marrëdhënien tonë me Perëndin. Por gjithashtu, siç e dimë, marrëdhënien tonë të përditshme. Mirënjohja ka një rol shumë të rëndësishëm. Po të shikosh, ajo ka një fuqi shumë të madhe në marrëdhënien tonë. Ose do të qetësoj një zemërim, ose do të fiki një zjarr, ose do të andezi një bombë atomike. E para Thesalonikasve kapitulli 5 vargu 18 thot: falenderoni Perëndin në çdo gjë, sepse ky është vullneti i Perëndisë në Krishtin Jezus. Për ju, Perëndia na ka udhëzuar që të jemi Zotit mirënjohës. Perëndia na kërkon ne që të kemi një marrëdhënie të gëzuar, të paqt me të. Ndaj, po të shikosh, Bibla ka shumë mësime se si ne të kujdesemi për veten tonë. Edhe se si të kujdesemi edhe për anën tonë emocionale. Në rrjetet sociale po qarkullojnë shumë video motivuese, influencuese, udhëzuese se si të kontrollojmë mendjen tonë, se si të fusim në mendjen tonë mendime pozitive. Por Perëndia na mëson edhe kujdeset, në fakt ai është kujdesur që në fillim, se Bibla është libri më i lashtë në botën e njerëzimit, edhe po të shikojmë udhëzimet e Perëndisë, madje që me 10 urdhërimet e Perëndisë me Mojsiun, Perëndia në mënyrë të qëllimshme është kujdesur për njeriu. Edhe çdo udhëzim ose çdo urdhërim i Perëndisë ka një bekim nga mbrapa për njeriu. Është shumë domethënës për ne. Po të njohësh Perëndin ose po të lexosh Biblën në këtë lloj mënyre, ose me këtë lloj fokusi, të shikosh bekimet, benefitet, dobitë që Perëndia na jep neve, është mahnitse, është shumë e mrekullueshme. E keni vënë re në marrëdhëniet tona të përditshme me njerëzit tanë të zemrës, me familjarët tanë ose me shokët tanë më të mirë, neve e kemi të natyrshme mirënjohjen. Nuk është e nevojshme që neve të shtiremi, që të jemi të gëzuar, por neve jemi të gëzuar. Edhe gjithashtu, nëse do vish të njohësh Perëndin në këtë lloj mënyre, në këtë lloj prizmi, do të shikosh dashurinë e madhe që Perëndia ka derdhur për njerëzimin. Psalmi 100 vargu 4 na fton edhe na thotë që hyni në portat e tij me falënderim, në oborret e tij me lëvdat, falenderojeni, bekoni emrin e tij. Edhe në qoftë se ne do të vinë ta njohin Perëndin në këtë lloj mënyre, në këtë lloj prizmi, do të shikojmë bekimet e mëdha që Perëndia ka derdhur me ne. Psalmi 107 vargu 1 thot: lëvdojeni Zotin sepse është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetër. Është e manitshme, është një bekim shumë i madh të shikosh Perëndin të veprojë në jetën tënde. Gjithsecilit prej nesh u ka ndodhur të lutemi dhe të luteni, ose do jeni duke u lutur për diçka. Perëndia ka kohën e vet të përgjigjurit, e të dhënit përgjigje lutjeve tona, dhe jo në kohën tonë. Shpesh herë neve I kërkojmë gjërat sipas mënyrës tonë, sipas dëshirës tonë. Shpesh herë ne mund të jemi dhe emocional, si ata fëmijët që kërkojnë me patjetër ëmbëlsira. Djemtë e mi të vegjël, po të përmendësh biskota, çokolata ose keke, e kanë shumë të domosdoshme. Madje djali im I vogël thot desha kek, dhe bashkëshortja që I thot mirë, do ta bëj mami. Mirë, prit, I thot bashkëshortja,
por ai thot, mirë ke ti depresën, por unë e dua tani. Edhe shpesh herë neve mund t'i kërkojmë Perëndis në këtë lloj mënyre. Po Perëndia, siç e dim, nuk përgjigjet në këtë lloj mënyre. Flosianët kapitulli 3 vargu 17 thot, dhe në çdo gjë që bëni, me fjalë ose me vepra, bëheni në emër të Zotit Jezus duke e falenderuar Perëndin, Atin me anë të tij. Pra, në çdo gjë që bëjmë, çdo gjë që themi, duhet jemi ose duhet të tregojmë mirënjohës ndaj Perëndisë. Edhe shpeshherë nuk e bëjmë. Perëndia në fakt na fton që të jemi mirënjohës. E kundërta e mirënjohjes, siç e dim, është mos mirënjohja. Edhe ashtu gjithsecili prej nesh mund të dëshmoj, pra, edhe të thotë mos mirënjohja është virtyti, është sjellja më e keqe, më e poshtër që një person mund të nxjerrë. Ose mund të nxjerrë në pa, ose ta tregojë atë me të tjerë. Shpeshherë neve jemi të rrethohemi me njerëz mos mirënjohës. Edhe zemërohemi, acarohemi, mërzitemi, sikur ja kemi për detyrë ose ja kemi për borxh atyre diçka që ata kërkojnë. E dim se sa e mërzitshme, çfarë veprime negative ajo ka. 2-3 fakte shkencore që mund të përmendim këtu është që, siç u përmenda pak më përpara, gjithashtu që thash që në rrjetet sociale qarkullojnë shumë video, edhe mund të kenë benefite, dobit e tyre as nuk jam për t'i ulur poshtë, por unë desha të theksoj fuqinë e fjalës së Perëndis në zemrat e njerëzve. Fakti është që Perëndia na ka thënë neve që të jemi mirënjohës, edhe këtë po themi. Studimet shkencore kanë treguar që virtyti që sjellja e hijshme, pra me mirënjohje, me falënderim, ndikon pozitivisht në qenie në trupin e njeriu. Pra, ul presionin e gjakut, ul të rrahurat e zemrës. Keni vënë re që edhe doktorët thonë të njëjtën gjë, pra që kujdes kur mos u mërzisni, mos u acaroni, sepse do të rrihen të rrahurat e zemrës. Pra ndikon pozitivisht në trupin, në shëndetin njerëzor. Edhe po ta shikosh, domethënë shkenca tani po del fuqishëm, le të themi, duke i mshuar këtyre gjërave, por Perëndia është kujdesur që në fillim për njeriu, edhe të tregojë se sa e rëndësishme është kjo në jetën e një njeriu. Jo vetëm që Perëndia na thotë që jeni mirënjohës dhe më falenderoni mua sepse unë jam një Perëndi xhelos, por gjithashtu po ta marrësh thellë, neve shikojmë që Perëndia po kujdeset për ne, nuk na le në balë. Filipianët kapitulli 4 vargu 6 thot, mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë me lutje dhe me përgjërim, bashkë me falënderim, ja bëni të njohura kërkesat tuaja Perëndisë. Mos u shqetësoni. Neve mund të shqetësohemi për të tjerët, neve mund të shqetësohemi për sjelljet negative që njerëzit e tjerë mund të bëjnë, por Perëndia thot mos u shqetësoni, i sillni këtu tek unë. Edhe me falënderim. Sepse po të shikosh këtë që doktorët më thonë që mos u shqetësoni se ndikon negativisht në shëndetin tanë, Perëndia e thot në këtë lloj mënyre, në këtë lloj forme. Sepse neve do të kemi paqen, do të kemi qetësinë, do të kemi ngrohtësinë shpirtërore. Psalmi kapitulli 95 vargu 2 thot, të dalim para tij me falënderim, t'i këndojmë këngë gëzimi. Po të vish të njohësh Perëndin në këto lloj niveli, Perëndia është një Perëndi i madh, i lavdishëm, edhe që meriton çdo lavdërim të mundshëm. Edhe në qoftë se neve do të vinim dhe ta njinim Perëndin në këtë lloj niveli, falënderimet tona, mirënjohjet tona do të ishin të natyrshme. Efesianët 5:20
na thot duke falenderuar gjithnjë për çdo gjë Perëndin dhe Atin në emër të Zotit ton Jezu Krisht. Pra në mënyrë të vazhduar ne dhe të falenderojmë Perëndin. Është e rëndësishme kjo. Psalmi 118 vargu 24 thot: "Kjo është dita që bëri Zoti, le të gëzohemi dhe të ngazëllohemi në ta." Çdo ditë pra është një moment gëzimi, një moment ku ne, një ditë pra, është mundësia që ne të jemi Zotit mirënjohës për shbekimet që na jep. Po siç e dim, kjo është shumë e vështirë dhe neve shpeshherë e mbushim zemrën tonë me ankesa, me probleme, me shqetësime, me gjëra që neve nuk kemi arritur dhe çdo gjë duket e rëndë, çdo gjë duket e pamundur. Po ta mbushim zemrën tonë me vepra të gëzuara dhe me gëzim edhe me mendime pozitive, siç thon influencuesit, ashtu na thot dhe Perëndia, neve do të fillojmë që të shikojmë edhe gjërat e vogla që janë bekim, që janë mrekulli dhe që ndodhin për shkak se Perëndia vepron. Kolosianët kapitulli 4, vargu 2 thot: "Vazhdoni të luteni me këmbgulje, duke qëndruar zgjuar në të me falënderim." Perëndia na fton ne që të jemi Zotit mirënjohës në lutje. Lutja është një armë tjetër e fuqishme që Perëndia na fton të komunikojmë me të, edhe t'i themi Zotit: "O Zot, faleminderit. O Zot, faleminderit për gjithçka që ti bën për mua." Ndaj në çdo moment, në çdo kohë, eja përpara Perëndis duke e falenderuar atë, eja përpara Perëndis duke i thënë Zotit faleminderit, duke qenë mirënjohës. Situatat tona të vështira mund të mendojmë që nuk kam çfarë t'i them Zotit faleminderit. Por e vërteta është që kemi, por ne ndonjëherë nuk kemi sy për t'i parë ato. Zoti ju bekoft dhe Zoti ju dhënë forcë dhe Zoti ju dhënë zgjuarësi që të gjejmë edhe t'i themi Zotit faleminderit.